إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. E falenderojmë Allahun e lartë madhëruar, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë, dhe dërgojmë selam dhe salavat mbi njeriun më të zgjedhur, më të dashur tek i madhi Allah, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar dhe shokët e tij të respektuar, dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e pejgamberit tonë të dashur deri në Kiamet e kanë mësyer që ta përcjellin dhe të ecin pas hapave të tij. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të respektuar agjërues, mëshira e Allahut ndaj besimtarëve vërehet në atë se Allahu ka caktuar ditë dhe net dhe muaj për të forcuar dhe për të shtuar bindjen e besimtarëve ndaj tij. Ky muaj është muaj i begatisë, është muaj që besimtarët e presin me padurim, si dhe do të përpiqen që ta kalojnë këtë muaj ashtu siç duhet. Për vlerën më të madhe të këtij muaji, Allahu i lartë madhëruar në Kur'anin fisnik na ka treguar duke thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjërimi ju është bërë obligim, sikurse e kishin obligim edhe ata të cilët ishin para jush, në mënyrë që të bëhuni të devotshëm. Muslimanët janë të nderuar me ardhjen e një muaji në të cilin ata pastrojnë shpirtat e tyre nga mëkatet. Transmetohet nga Ebu Huraira se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kush e agjeron Ramazanin me bindje dhe kënaqësi, i shlihen mëkatet e bëra. Ramazani është një muaj i veçantë, është një muaj i dalluar, muaj i cili tregon bashkimin dhe njësimin e besimtarëve. Ramazani është një periudhë kohore ku veprat e mira bëhen më me kënaqësi dhe më me lehtësi. Ramazani dhe agjërimi i ndihmojnë njeriu që ta edukojë ndjenjen e vet kontrollit, kështu që ju largohet edhe shumë veprave jo të dëshiruara që mund të bëhen gjatë këtij muaji. Transmeton Ibn Mes'ud el-Ghafari prej pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: "Sikur ta dinë njerëzit vlerën e Ramazanit, do të dëshironin që i gjithë viti të ishte Ramazan." Ramazani është një muaj që e ngren besimtarin në shkallën e lartë hyjnore, i jep të mira, dhunti dhe shumë suksese në të gjitha sferat e jetës. Allahu i madhëruar njeriu e ka ngarkuar me vepra të cilat do t'i bëjnë dobi atij. Ndaj dhe Ramazani është edhe një muaj i lumturisë, muaj i buzëqeshjeve, muaj i haresë dhe muaj i ngritjes shpirtërore. Por mos harrojmë se muaji Ramazanit është edhe butësi, është edhe dhëmbshuri, është edhe rahmet, është edhe zemërgjërësi. Vlera e agjërimit gjithashtu po vërehet edhe aty se agjërimi është një vepër sekrete, një vepër e fshehtë në të cilën kërkush tjetër përveç krijuesit nuk mund ta di dhe nuk mund ta hetojë. Prandaj është një mësim shumë i madh për ne të gjithë se muslimani i cili agjeron muajin e Ramazanit në fakt afrohet më afër krijuesit. Agjërimi është mburojë, agjërimi është muaj i kultivimit. Allahu i lartë madhëruar për veprat e mira besimtarit i shpërblen më fort dhe më shumë se në çdo muaj tjetër të vitit. Thënë shkurt, ky muaj Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ky muaj është edhe muaji i zbritjes së fjalës Zotit, muaji i Kur'anit. E Kur'ani është udhërrëfyes, shpjegues dhe udhëzues për mbar njerëzimin. Ky muaj është edhe shpëtim nga xhehenemi. Hadithe të shumta kanë folur për atë se hapen dyert e xhennetit kur vjen muaji Ramazan dhe mbyllen dyert e xhehenemit dhe të mallkuarit prengosen me pranga. Në një hadith tjetër i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili agjeron në rrugë të Zotit një ditë,
Allahu subhanahu wa taala për atë ditë do t'ja mbron fytyrën nga zjarri për 70 vjet. Ramazani është një muaj që dukshëm shihet besimi i sinqert dhe dashuria ndaj tij. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot tek një hadith: Ummetit tim ju janë dhënë 5 dhurata për muaj të Ramazanit, të cilat nuk ju dhan asnjë të dërguari para meje. Dhe njëra ndër ato është se Allahu i lartë madhëruar i shikon të gjithë në natën e parë të Ramazanit, e ai që shikohet nga ana e Allahut nuk e prek dënimi. E dyta është se era jo lakmuese e gojës së agjëruesit në mbrëmje dhe gjatë tërë ditës merr erë të miskut tek i madhi Allah. E treta është ajo se engjëjt e Zotit bëjnë istigfar dhe luten për ta ditë e natë. E katërta është ajo se Allahu i lartë madhëruar i drejtohet xhennetit duke i thënë: përgatitu dhe zbukurohu për robët e mi të sinqert, sepse erdhi koha e pushimit të tyre nga çdo vështirësi e kësaj jete. Dhe e pesta e fundit është ajo se Allahu i lartë madhëruar në natën e fundit i fal të gjithë muslimanët. Mos harrojmë se në brendin e këtij muaji kemi edhe një natë shumë me vlerë. Është nata e Qadrit, për të cilën natë Allahu i lartë madhëruar thot në Kur'an: Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Qadrit është më e madhe dhe më me vlerë se sa 1000 muaj. Të devotshmit muajin e Ramazanit e shfrytëzojnë kohën e tyre me bindje duke lexuar Kur'an dhe duke bërë vepra të mira. Mos harrojmë se muaji i Ramazanit na jep një zgjidhësi shumë të madhe që sa më tepër të kryejmë vepra të bamirësisë. Ramazani i ndihmon muslimanit që ai ta kujton momentin e mungesës së ushqimit, t'i kujton vështirësitë e urisë dhe s'ka dyshim se kjo i bën muslimanët dhe më human. Gjatë muajit të Ramazanit besimtarët bëhen më dorëdhën, më dorëshlir, japin sadaka, ndihmojnë të varfërve, të tyre ju ndihmojnë. Dhe mos harrojmë se muaji i Ramazanit ka shumë vlera të tjera, sa që nuk kemi edhe kohë t'ja cekim dhe t'ja përmendim, por në fund doja që gjithë secili musliman të mundohet që ta shfrytëzon këtë muaj të madh të Ramazanit dhe të përfiton prej atyre të mirave që i Zoti i Madh i ka venduar në këtë muaj. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.